Alma Alba që prej vitit 2020, ku ish presidenti Hashim Thaçi dhe 3 të bashkëakuzuarit e tjerë qëndrojnë në paraburgimin e Hagës dhe që prej prillit të vitit 2023, kur ka startuar ky proces gjyqësor në Hagë, ish presidenti Hashim Thaçi, por edhe 3 të bashkëakuzuarit e tjerë, edhe ditën e sotme përmes seancës publike gjyqësore deklaruan një zëri se janë tërësisht të pafajshëm. Ditën e sotme këtë seancë të deklaratave përmbyllëse e hapi pikërisht ish presidenti Hashim Thaçi, duke deklaruar dhe duke hedhur poshtë pretendimet e prokurorisë për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Sipas zotit Thaçi, Ushtria Çlirimtare e Kosovës bëri një luftë vetëm për liri edhe për pavarësi dhe duke deklaruar se në fakt përgjegjësi kryesor për situatën në rajon, por edhe për situatën në Kosovë aso kohë ka qenë pikërisht Slobodan Milošević. Sipas zotit Thaçi, në rast se teksa foli për sakrificat e tij personale, por edhe për sakrificat e një populli për liri edhe për pavarësi, në rast se do të jepej mundësia sërish për të kthyer pas në kohë, zoti Thaçi deklaroi se do të bënte sërish të njëjtën gjë që ka bërë në periudhën e luftës, për shkak se populli i tij, pra populli i Kosovës, ishte duke u përballur me dorën e hekur të Slobodan Milošević. Zoti Thaçi gjithashtu deklaroi se qëllimi i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës aso kohë nuk ishte një qëllim për të marrë pushtet, por ishte qëllimi vetëm për liri edhe për pavarësi për popullin e Kosovës. Gjithashtu rikujtoi se gjatë periudhës kur ka përfunduar lufta, Ushtria Çlirimtare e Kosovës u çarmatos, pra pranoi çarmatosjen dhe Kosova pranoi që të merrej në administrim dhe nga ndërkombëtarët, duke theksuar në këtë mënyrë pra se qëllimi nuk ka qenë pushteti, por ka qenë liria dhe pavarësia. Menjëherë pas zotit Thaçi, fjalën e mori ish kryetari i Kuvendit zoti Kadri Veseli, i cili theksoi se drejtësia mund të vënojë, por nuk mund të mohohet. Sipas deklaratës së bërë nga zoti Veseli, ky i fundit theksoi se unë e di se çfarë kam bërë gjatë asaj kohe dhe çdo veprimi im ka qenë ligjor dhe kërkoi nga ana e trupës gjykuese të gjykatës speciale një pansi në gjykim dhe vetëm drejtësi. Në të njëjtën linjë ka qenë edhe zoti Selimi, i cili theksoi se trupës gjykuese të gjykatës speciale i kanë mjaftuar më shumë se 5 vite kohë për të kuptuar se lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ka qenë një luftë e drejtë dhe një luftë e domosdoshme. Në përfundim ka qenë deklarata e ish kryetarit të Kuvendit zotit Jakub Kresniqi, i cili e cilësoi procesin e Hagës një proces të padrejtë dhe deklaroi se për 4 ish-krerët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës në Hagë janë duke u shkelur të drejtat themelore të njerëzit. Kam 75 vite jetë dhe 16 vite prej tyre i kam kaluar në burgim, vetëm se kam luftuar për lirinë edhe për pavarësinë e popullit tim, theksoi zoti Kresniqi, duke kujtuar në këtë mënyrë Alba 10 vite të burgim që ka kaluar në Serbi, por natyrisht edhe mbi 5 vite të cilat ai së bashku me 3 të bashkëakuzuarit e tjerë janë duke i kaluar në Hagë. Kanë qenë këto deklaratat përmbyllëse në këtë fazë vendimtare të procesit, ku pasi ka përfunduar i gjithi, tashmë fjalën do ta ketë pikërisht prokurorët e gjykatës speciale për të dhënë verdiktin final. Jonida, në këtë fazë të gjyqit, ku 4 ish-krerët e UÇK-s, të cilët kanë këtë përballje 5 vjeçare me drejtësinë, sot kanë pasur të drejtën e këtyre zotimeve publike, konfrom akuzave që vinë nga prokuroria. A ka pasur të tjera reagime në sallë, apo ka qenë e drejta e tyre për të pasur këtë zotim ditën e sotëm, që është një cikël përmbyllës pa reagim në feedback? Në fakt jo vetëm zoti Thaçi, por dhe 3 të bashkëakuzuarit e tjerë, por edhe vetëm mbrojtja e këtyre të fundit i ka cilësuar të pabazuara dhe prova të pamjaftueshme, ato se çfarë prokuroria ka pasqyruar dhe i ka dokumentuar apo i ka bërë publike apo ja ka dhënë në trupës gjykuese, dhe fakti që prokuroria kërkon 45 vite burgim për secilin prej 4 ish-krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, mbrojtja e ka cilësuar të pa nevojshme, duke patur parasysh që nuk disponon prokuroria provat e mjaftueshme për të kërkuar kaq vite burgim. Natyrisht Alba theksova edhe më herët që ky proces gjyqësor tashmë do t'i takojë pikërisht gjykatës speciale për të vendosur në lidhje me fatin e këtij procesi gjyqësor të stërgjatur, dhe do të jetë pikërisht kryesuesi i kësaj gjykate zoti Charles Smith III, së bashku
me 3 antarët e tjerë, ata të cilët do të japin verdiktin final. Duhet theksuar se aspekti procedurial i lejon në trupës gjykuese të kësaj gjykate që të ketë në dispozicion 3 muaj afat kohor më pas për të dalë me një vendim final. Por duke patur parasysh që dosjet janë voluminoze dhe nuk kemi të bëjmë me një çështje të zakonshme, në rast se gjykatësit trupa gjykuese, pra toga të zeza të gjykatës speciale, vlerësojnë se do t'i duhen më tepër afat në dispozicion, hapësira ligjore i lejon që të marri 1 muaj deri në 2 muaj. Pra afati maksimal në rast se do t'a shohë trupa gjykuese që do t'i duhet më tepër kohë në dispozicion është pikërisht 5 muaj për të dalë më pas me një vendim dhe për të dhënë, po themi, verdiktin final të shumë pritur nga të gjithë palët. Pra Jonida, nëse referohemi konsulencës me kornizën ligjore, mund të tejkalohet edhe afati fillestari, parashikuar që është 3 muaj deri në dhënien dhe shqyrtimin e një vendimi për shkak të voluminozitetit të kësaj dosje. Megjithatë, unë besoj se ke pasur komunikime të vazhdueshme orë pas ore, ndoshta keni pasur akses edhe me mbrojtjen e të akuzuarve. A është menduar që do të respektohet periudha 3 muajore për dhënien e vendimi, a do të konsiderohet e mjaftueshme nga ana e gjykatës speciale, apo do të tejkalohet ajo, dhe cila do të jetë strategjia e ndjekur nga mbrojtja në këtë fazë finale? Në fakt, Alba, gjatë gjithë kësaj periudhe të stërgjatur të këtij procesi gjyqësor në Hagë, trupa gjykuese e gjykatës speciale ka qenë shumë hermetike, pothuajse nuk ka folur asnjëherë për sa i përket kësaj çështje, por vetëm ka dëgjuar pretendimet e të gjitha palëve. Të paktën edhe nga komunikimet që kemi patur pasi ka përfunduar ky proces ditën e sotme me mbrojtjen e zotit Thaçi, por edhe 3 të bashkakuzuarve të tjerë pas përfundimit të seancës, këta të fundit u shprehen shumë optimist. Doja të theksoja, ose më saktë të sillja në vëmendje një deklarat të zotit Luka Mishetić, pra avokatit mbrojtës të ish-presidentit Hashim Thaçi, i cili pasi u përmbyll procesi theksoi se presim përgjigje pozitive për shkak se provat, dëshmit edhe faktet që ka mundur të arrijë të sigurojë mbrojtja e zotit Thaçi, por edhe 3 të bashkakuzuarve të tjerë gjatë kësaj periudhe kanë qenë prova të drejta dhe prova tërësisht ligjore. Megjithatë, do doja të ndalesha pak çaste, Alba, nëse më lejon, edhe tek një tjetër aspekt ditën e sotme në këtë seancë gjyqësore, pasi përtej peshës historike që ka patur kjo seancë, ka patur, ose më saktë ka mbartur me vete edhe një peshë mjaft të madhe emocionale. Teksa 4 ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës bënin deklaratat e tyre përmbyllëse përballë trupit gjykues, me 10 gazetar, diplomat, ambasador, por natyrisht edhe politikan të Kosovës dhe familjar të 4 ish-krerëve të ushtrisë shërbimtare të Kosovës, të cilët ishin të pranishëm aty dhe po e ndiqnin nga afër të gjithë të proces, pasi kanë dëgjuar palët kur kanë folur, pra 4 ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës, për sakrificat e tyre personale, por natyrisht edhe për sakrificat e një populli të tërë të Kosovës për liri dhe pavarësi, janë përfshirë në lot. Në këtë mënyrë edhe vendimi që gjykata speciale pritet të japësh një vendim që po pritet me padurim për të gjitha palët, për të hedhur dritë mbi shumë pikpyetje dhe për të dhënë jo vetëm përgjigje juridike, por natyrisht edhe përgjigje historike për sa i përket ushtrisë shërbimtare të Kosovës, por natyrisht edhe luftën e saj të bërë. Një proces plot konfuzion mes emocioneve dhe historisë, dhe sigurisht që dhe vendimarrja finale do të ketë një efekt në të dyja këto drejtime për Kosovën, por edhe për luftën e ushtrisë shërbimtare të Kosovës. Jonida Omeri, unë të falenderoj për të komunikim të drejt për drejt, konfigurove dhe përmbledhë dhe më së miri gjithçka çfarë ka ndodhur brenda kësaj seance, që po konsideroj speciale dhe një cikël përmbyllës për 4 ish-krerët të UÇK-s. Të falenderoj që ishte në këtë komunikim me ne për trialogun.